Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha mori pjesë në Kongresin e Partive Popullore Evropiane që u zhvillua në Valencia në Spanjë. Gjatë fjalës së tij, Berisha e quajti kryeministrin Edi Rama narkodiktator, ndërsa foli për mbylljen e TikTok, arrestimin e opozitarëve, çështjen Beleri dhe atë me Gonigal. Shqipëria sot është shteti i parë dhe i vetëm narkoshtet në Europë, ku gjithë pushtetet janë në dorën e një njeriu të vetëm. Kryeministri, i cili shfaqet në samite ndërkombëtare me atlete të bardha dhe kryen plaçkitje, sillet në vend si një diktator i mirëfillt, si Zaedi i Tunizis. Në vit elektoral, ai zgjodhi të arrestojë 3 liderë të partive kryesore të opozitës, vetëm sepse ishin kundërshtar politik dhe pa asnjë provë kriminale. Zonja dhe zotrinj, përveç kësaj, diktatori tiranik, narkodiktatori, ka korruptuar shefin e kundërzbulimit të FBI-s, Charles McGonigal, që të punonte kundër opozitës shqiptare. I dha atij $225,000, por ju siguroj që nuk ishte i vetmi që u ble kundër opozitës. Mira dokumente nga vende partnere provojnë sot se shteti dhe krimi janë një sipërmarrje e përbashkët në vendin tim. Më 11 maj do të mbahen zgjedhjet e përgjithshme parlamentare. Në këto zgjedhje, përveç të gjithë atyre që përmenda më sipër, ai ka bllokuar debate televizive. Ka shpërndar €100 si dhuratë për vota për 800.000 pensionistë dhe ka dhënë 100 licenca për kultivim kanabisi me moton "Kanabis për vota". Ai e ka kthyer narkoshtetin e tij në një makineri zgjedhore.